dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë nuk ka asnjë gjë që ju afron drejt xhenetit dhe ju largon nga xhehenemi që unë nuk ju kam urdhëruar. Pra çdo gjë, çdo e mirë që e çon njeriu në xhenet dhe e ruan nga xhehenemi, na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka asnjë gjë që ju largon nga xheneti dhe ju afron te xhehenemi që nuk ju kam ndaluar. Do të thonë gjitha ato që janë vepra të këqija i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ka thënë ja ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. O i dërguar, pra kumtoje ose transmetoje atë që të zbritet nga Zoti yt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë. Dhe çka është e mirë për ne në çështjet e fesë dhe ajo që na çon drejt xhenetit dhe na ruan prej xhehenemit, na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj nuk ka nevojë me shtu në fejnë Allahut asgjë. Edhe ata që thonë se ka bidat mirë, të më thonë e përgjinjestrojnë këtë hadith, që është hadith i sakt, sahih, edhe si pas asaj bie që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka çuar në vend atë urdhër që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala që ta kumtoj atë që i shpallë. Do të thonë prandaj bidati i gjithë është i keq dhe e gjithë e mira është në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija janë shpikjet në fe. Secila shpikje në fe është bidat dhe secili bidat është devijim. Dhe secili devijim e ka përfundimin në zjarrin e xhehenemit.